Historia që përloti studion. Stenaldo flet për vrasjen e babait dhe momentin e vështirë në Gjermani. Isha mbi shinat e trenit dhe mbrëmja e djeshme në shtëpinë e Big Brother Albania u shndrua në një moment të jetë emocional, teksa Stenaldo vendosi të hap zemrën dhe të ndante me publikun historinë e tij të jetës mes lotësh dhe emocioneve. Ai rrëfeu plagët e thella që e kanë shoqëruar që në fëmijëri humbjen tragjike të babait, betejën me shikimin, me humbjen e shikimit dhe forcën e jashtëzakonshme të nënës së tij, e cila ka qenë shtylla kryesore e jetës dhe motivi që e shtyu të bëj pjesë e këtij rrugëtimi. Ja dhe rrëfimi i ploti jetës së Stenaldos. Unë kam lindur në Lushnjë në 28 maj 1997. Kam lindur në një qytet ku nuk kam jetuar kur, hiq muajin e parë të jetës sime, derisa i mat në qershor të po ati viti ndroi jetë, i vrar në një mënyrë të poshtur, në atë vit të poshtur për të gjithë shqiptarët që na ka bërë të humbasim më shumë se çdo herë në historinë tonë të brisht. U vra nga dikush mbase ati i dha një përqafim dhe i ktheu kurizin për të vazhduar rrugën e tij. Dhe kjo është arsyeja pse unë gjithmonë kam thënë që në këtë botë të gjithë trimat të vriten nga frikacakët. Kur njeriu rritet me një humbje të tillë, nuk ka asnjë moment dramatik në jetën e tij. Nuk ka një moment ku ti e mëson, ti thjesht e di që ndryshe nga fëmijët e tjerë babai jot nuk është më. Ajo që dikush mund ta quajë dram, humbjen e shikimit është prap një përjetim që i bie për pjesë mamas të familjes nga të dy anët, si nga ana e nënës ashtu edhe babait, sokolit, sepse shikimi më humb relativisht shumë shpejt. Familja kuptoi këtë kur isha 6 muajsh. Për maman time, siç unë e kam kuptuar, ky mbetet një nga momentet më të vështira të jetës së saj, që nuk është pa diskutimi vetmi. Mjekët më kanë thënë se unë kisha kaluar një infeksion në retinë. Askush nuk e di tamam si mund të ketë ndodhur dhe që retina tashmë ishte jashtë funksionit. Fakti që nuk mund të shikoja ishte fakt dhe unë nuk mund të ndryshoja. Mamaja ime kaloi në atë muaj, në atë vit, traumën e jashtëzakonshme, por së cilës i qëndroi trime dhe që nuk ju fshej gjatë gjithë jetës së saj. Ardhja e saj në Tiranë ishte vërtet një sfidë. E para ishte të shkonim të studionim në një shkollë që ishte specifike dhe përveç kësaj, diferenca tjetër ishte që atje mund të mësonim të shkruanim dhe të lexonim në letër, një mënyrë ku forma e shkronjave nuk është vizuale, por e ngritur në pika. Vazhdoja të isha një fëmijë kurioz në atë kohë. Si është floku im, tiparet, fillova të studioja piano, luftën e madhe që unë, por mbi të gjitha mamaja ime kemi bërë kur kemi ardhur në këtë vend për te shkollës, ishim vetëm unë dhe ajo dhe nuk e keni ide se çdo të thotë të vije në Tiranë dhe të luftoje të gjejë një vend për të futur kokën. Flutura duhet ishte burrë dhe grua në atë luftë. Unë kam qenë gjithmonë i hapur që mamaja ime të ketë një jetë të plotë, një jetë ku të mos jetë vetëm e dedikuar ndaj meje. Ne krijuam një familje që në fund të rezultoi të jetë një humbje e madhe për të gjithë. Nga ajo familje unë kam Joelin, të cilin nuk ka mundur kur të takoj për shkak të gjithë asaj që është vështirësi e madhe e përballjes me një situatë pa diskutim, më të vështirën e fluturës dhe më të vështirën e jetës time. Unë kisha marrë një kontratë pune në Gjermani dhe më desh të mësoja metrot dhe trenat. Nuk do të harroj kur unë kisha hipur në shinat e trenit, duke menduar se isha në rrugë. Kur erdhi mamaja në Gjermani, e pati shumë të vështirë dhe mora vendimin të kthehesha në Shqipëri. Ka qenë viti më i vështirë që mbaj mend unë si i rritur, u shpreh Stenaldo.